Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Antari i KQZ-s nga radhët e PDK-s, Ilir Gashi, tha se sipas ligjeve në fuqi, disa kategori institucionale si antarët e qeverisë duhet paraprakisht të japin dorëheqje para certifikimit të rezultateve. Duke i referuar ligjeve në fuqi, janë disa kategori institucionale që do dojë paraprakisht me dhënë dorëheqje për me mujt mo certifiku për me marrë pozitën e deputetit Kuvendit të Kosovës. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë edhe me ekzekutivin, edhe me ekzekutivin lokal, edhe me ato qendror. Do thotë ligji thotë që nuk mund të certifikohen pa u deklaru paraprakisht për pozicionin të cilën ata dojnë ta mbajnë. Dhe në këtë rast kemi disa shkresa të cilat janë deklaruar se cilin pozicion dëshirojnë ta mbajnë. Ne nuk mund të mos e respektojmë këtë dispozit ligjore. Por ndërkohë kryeministri i detyrë Albin Kurti ka thënë se qeveria aktuale deri në zgjedhjet e qeverisë së re nga kuvendi do të vazhdojë të ushtrojë përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin e fuqi, duke qenë në rolin e kujdestarit për të garantuar funksionimin e pandërprerë të shtetit. Ai ka thënë se ligji parashë që qeveria dhe të gjithë anëtarët e saj vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre duke respektuar plotësisht kufizimet e parashikuar nga Aneni 30 i ligjit për qeverinë e Kosovës, si dhe kërkesat e kushtetues. Kujtojmë se pas certifikimit të zgjedhjeve tani nis rrjedhja e afateve ligjore për thirrje seancës së konstituimit të kuvendit nga ana e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Ajo në afat prej 30 ditëve prej certifikimit të rezultateve mund të therrasë seancën konstituive të kuvendit për dhënien e betimit të deputetëve.